Jemi live në mëngjes në këtë transmetim ku do të përshëndrohemi në një bisedë e cila i përket në fakt piknisjes në datën 9 maj, atëherë kur edhe pati një kërkesë nga autoriteti për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit ndaj prokurorisë, pushtetit vendor, policisë që të vijonin me hetimet në terren sa i takon 5 vendbanimeve të dyshuara për persona të zhdukur gjatë regjimit komunist. Ka zbulime interesante, sigurisht që kanë ardhur edhe me ndihmën e atyre cilët janë familjarët e personave të zhdukur në atë periudhë. Sigurisht ka edhe anën emocionale të personave që ndër vite kanë pritur që të kenë një rezultat. Do të mësojmë më shumë lidhje me këtë punë kërkimore e cila ka qenë intensive, duhet thënë. Kemi kënaqësi mëngjesin e sotëm të kemi në studio Nertila Seitaj, e cila është drejtoreshe drejtorisë së marrëdhënieve ndërinstitucionale në procesin e identifikimit dhe rikuperimit të personave të zhdukur. Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë që jeni këtu. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjej dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi edhe për ne që të flasim për një moment i cili besoj për shumë familje është shumë i rëndësishëm. Kërkesa kanë qenë të vazhdueshme, po e diskutonim edhe gjatë publicitetit së bashku, është një punë kërkimore intensive siç edhe përcaktova pak më parë. Por çfarë zbulimesh keni arritur? Na tregoni pak më shumë për këtë proces i cili ka sjellë rezultate, le të themi. Patjetër. Siç edhe ju shpjegova para se të fillonte emisioni, kjo është një punë, një përpjekje që autoriteti i dosjeve është angazhuar prej krijimit të saj si institucion. Prej vitit 2017 dhe deri në vitin 2025, pranë saj janë paraqitur rreth 410 kërkesa për të zbardhur fatin e personave. 410 kërkesa deri në fund të vitit 2025. Përpjekjet e autoritetit kanë qenë të vazhdueshme. Qëllimi është për të kthyer familjarëve, për të identifikuar së pari vendvarrimet e mundshme, ku mund të ndodhen eshtrat e personave të zhdukur, për t'u kthyer familjarëve më pas për të patur një vendprehje të ditur nga ana e tyre. Kërkimet intensive kanë vijuar pas ndryshimeve ligjore që ligji numër 45/2015 ka pësuar në vitin 2022, ku autoritetit ju shtuan mekanizma ligjor për të zhvilluar verifikime në terren dhe për të ecur në mënyrë të thelluar me verifikime dhe ekzaminime të mëtejshme. Gjithashtu, një rol tjetër dhe një detyrë tjetër e përcaktuar në vitin 2022 është edhe bashkëpunimi me institucionet shtetërore, qendrore, vendore dhe ndërkombëtare në procesin e identifikimit dhe rikuperimit personave të zhdukur, por edhe në ruajtjen dhe mbrojtjen e vendvarrimeve që do të identifikoheshin gjatë këtij procesi. Puna kërkimore ka qenë e gjatë, ka qenë e mbështetur në dëshmi të familjarëve, në analiza të dokumentacionit arkivor, në verifikime në terren. Gjithashtu, verifikimet në terren vlen të theksojnë mbështetjen e madhe që kemi pasur nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, të cilët përmes ekspertëve antropolog dhe arkeolog na kanë mbështetur në vlerësimin e këtyre vendeve me metoda shkencore jo invazive si dron, radar, total station e tjerë dhe aparatura të cilat kanë bërë vlerësime matëse. Në përfundim, pas një kombinimi të gjithë këtyre elementeve, dëshmive të marra, verifikimeve në terren, analizës së dokumentacionit arkivor, është arritur në konkluzionin dhe kemi pasur rezultate konkrete, të besueshme dhe të rëndësishme, serioze, të cilët na kanë orientuar drejt këtyre 5 vendvarrimeve të dyshuara, të identifikuara tashmë, ku mendojtë se ndodhen mbetje martore. Është e trishtueshme ta mendosh, po kanë kaluar më shumë se 40 vjet tashmë që nuk janë mbyllur ende plagët e komunizmit. Megjithatë ju të cilësuat që keni pasur 410 kërkesa. Në këto 410 besojmë, edhe sikundur ju dhe thatë pak më parë, bëhet fjalë për lokacione të përbashkëta, pra presupozohet që të jenë, le të themi, të zhdukur, të cilët mund të jenë në vende të ngjashme, pra në këto 5 lokacione apo jo? Po. Nga përfundimi i hetimeve dhe verifikimeve administrative për këto 5 vende, janë konkluduar dhe mendohet se ndodhen rreth 25 persona
25 raste. Ndërto, në Varrezat një ndër zonat e cila është identifikuar dhe ka një potencial të lartë për të patur mbetje njerëzore është dhe zona pranë Varrezave të Rrmajt në Shkodër. Aty mendohet se janë rreth 13 persona të pushkatuar në vitet e para të regjimit komunist. Pra bëhet fjalë nuk e teprojmë nëse themi për vendvarrime masive. Masive. Domethënë vendvarrimi në Shkodër mendohet që është një vendvarrim masiv. Po ashtu në Shpal, në 2 vendvarrimet e tjera të cilat janë konkluduar dhe kemi arrit në rezultate serioze, mendohet se janë në njërin prej tyre organizatorët e revoltës së Spaçit. Dhe në pjesën tjetër, pranë Varrezave të Kishës Katolike, disa të burgosur persona që kanë vuajtur dënimin në burgun e Spaçit. Gjithashtu, edhe pranë Varrezave të fshatit Shën Vasil në Himar, mendohet se ndodhen 3 persona të ekzekutuar, ose të cilët kanë ndruar jetë në burg, dhe një prej tyre vendvarrimeve ndodhet në Shelegur, pranë vijës kufitare të Shqipërisë me Greqinë, më falni, dhe aty mendohet se është një vendvarrim individual. Ndjes Flori, Mali me Gropa ka qenë një nga, në mos gaboj, lethimi ato pikat ku mendohet se ka ndodhur dhe më shumë ekzekutime. Sa vazhdojnë kërkimet aty? Apo lethimi është ezauruar si vend për zbulime të reja që mund të vinë? Këto 5 vendvarrime ishin të parat, si që thash në 2022 ka filluar që autoritetit kishte kompetenca më të zgjeruar për verifikimet në terren. Prej 2023 që është krijuar drejtoria e cila ka në fokus kërkimet dhe verifikimet në terren, deri më tash janë identifikuar vetëm këto 5 vendvarrime, por ne jemi në proces, kemi nisur, janë marrë vendimet për nisjen e verifikimeve administrative dhe për 10 vende të tjera të dyshuara. Puna kërkimore është duke vazhduar, janë duke u analizuar të dhënat, dhe mendojmë që sapo të kemi rezultate konkrete do t'i bëjmë publike. Pra, kur flasim për rezultate konkrete, nuk ka ende emra për eshtrat e gjetur apo për çfarë ka rezultuar? Ne disponojmë të dhëna dhe emra të personave të cilët mendohet se mund të ndodhen në ato vende, por me saktësi kjo do të zbulohet dhe do të vërtetohet pas ndërhyrjeve në terren, të cilët ende nuk janë bërë. Nuk janë bërë. Besoj është shumë e pritur nga familjarët, janë momente dhe edhe duke konsideruar që nuk kanë patur mundësi as të mbajnë zinë atë kohë, në mos gaboj, ka patur rregulla që as nuk e dinin kur ekzekutoheshin familjarë, kështu që besoj është një plagë e cila ende nuk është mbyllur për aq kohë sa nuk është absolutisht, po familjarët kanë shumë shpresë në fakt, por kanë dhe shumë dhimbje, sepse jetojnë me këtë plagë prej dekadash, duhet thënë, jo vite. Ndaj Nertil, nga këto histori dhe kërkesa që kanë ardhur, cila do të ishte një nga ato që të ka bërë më shumë përshtypje nga ana njerëzore për vuajtjen që mund të pësojë një familje, se ne mundohemi ta kuptojmë edhe shpeshherë flasim për dhimbje që i përket një familje, por momentin që e prek dhe ti që ke patur, besoj edhe më shumë informacion bëhet më e prekshme apo jo? Nuk mund të ndaj një histori, të gjitha janë të dhimbshme. Të gjitha janë të dhimbshme, të gjitha kanë vuajtje, mbartin vuajtje dhe emocione dhe ngarkesa emocionale të jashtëzakonshme. Kështu që nuk do doja të ndaja një... Megjithatë, nëse do të ndaleshim tek puna juaj, ku për thënë vërtetën është kolosale, sepse është shumë e vështirë në fakt pas kaq shumë vitesh të arrish të lokalizosh vendvarrime të cilat le të themi bëhet e vështirë teknikisht. Si ka funksionuar puna juaj? Ka dëshmitar të asaj kohe që ju keni takuar, keni pyetur, të cilët ju kanë orientuar të tipit pak a shumë se ku mund të ndodhen edhe më pas të filloni punën tuaj, le themi? Absolutisht po, dhe po themi iniciatorët dhe ndihma më e madhe kanë qenë familjarët, dëshmitarët të cilët na kanë dhënë informacionet më të sakta, po themi, dhe dëshmit më të plota kanë qenë familjarët. Por mbështetje patjetër kemi patur edhe nga persona të cilët kanë patur dieni dhe informacion. Një mbështetje madhe ka ardhur edhe nga shoqata e ish të përndjekurve politik dhe dëshmitar lokal në zonat ku ndodhen këto vendvarrime, pasi nga historit, nga gojdhënat apo të thënat, historit që janë treguar apo janë dëgjuar dhe janë përjetuar, ka dhe shumë persona dëshmitar të cilët kanë qenë prezent
Qartë, kjo e letëson, le të themi, puntuaj, edhe pse nga ana tjetër ju besoj duhet ta keni të vështirë pra shkosa është thënë që shumë dosje janë zhdukur, janë manipuluar, kjo besoj e vështirëson punën kërkimore apo jo? Absolutisht, dosjet dhe dokumentacioni arkivor është shumë i kufizuar me të dhëna për vendin e sakt ku janë varrosur personat e ekzekutuar apo të cilët kanë vdekur në përburgje apo gjatë tentativës për arratisje. Por të dhënat që ne kemi mundur të evidentojmë, dëshmit e marra dhe të dhëna nga persona që kanë pas djeni, sigurisht që janë krahasuar dhe janë vërtetuar dhe nga ekzaminimet dhe verifikimet që kemi kryer në teren dhe nga ekspert që i përmenda pak më herët të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, të cilët nga survejimet dhe vlerësimet që kanë kryer në teren kanë dalë në rezultatin që po në këtë zonë ka ndryshime strukturore të tokës dhe janë evidentuar të dhëna serioze për... Dhe ku përfundon puna juaj? Deri në zbulimin e eshtrave, më pas do t'i kaloj besojmë mjekësisë ligjore për identifikimin e secilit prej personave apo jo? Puna jonë përfundoi në identifikimin e vendvarrimeve, në përgatitjen e të gjithë raportit dhe materialeve të nevojshme dhe përcjelljen pranë organeve, institucioneve kompetente të cilën kanë përgjegjësinë ligjore. Por kjo nuk do të ndalet me kaq, ne do ta vijojmë ndjekjen e procesit me përgjegjësi dhe me gatishmërinë për të bashkëpunuar ngushtë me gjithë institucionet përkatëse për të bërë të mundur kthimin e eshtrave pranë familjarë. Ka rregulla caktuara, kritere ligjore të cilat përcaktojnë se si mund veprohet më pas për zhvarrimin, për këto zhvarrosje që ndodhin, si funksion? Ligji 45/2015 ka përcaktuar që institucionet përgjegjëse dhe procedura do të përcaktohen me vendim të Këshillit Ministrave, por ende nuk kemi një akt të miratuar. Tani, besojmë nga këto 410 kërkesa që juve ju kanë ardhur, besojmë që nuk i keni lokalizuar gjitha, sigurisht që ka ende shumë punë për të bërë, apo jo? Shumë punë përpara, siç u thash, 10 i kemi në proces, po sigurisht gjatë punës së përditshme ne marrim raporte për vende të reja, njihemi me dëshmi të reja dhe analizojmë dokumentacion të pa hasur dhe të pa parë më herët, sepse është një punë voluminoze, duhet thënë. Patjetër, dhe shumë e rëndësishme. Absolutisht, dhe ka ngarkesa emocionale, se duhet thënë, nuk është vetëm një punë që ka një vlerë historike dhe institucionale, po ka edhe anën njerëzore, humane. Që është edhe më rëndësishme, është ajo që në gjithë të proces. Është në fokus të çdo gjëje. Kur pyes për afatet, edhe për ta përmbyllur, kur pyes për afatet, besoj që do të ishte pak pyetje e vështirë, sepse besoj që puna vazhdon intensivisht, po për identifikimin a mendohet që mund të ketë, le të themi, një kohë të caktuar kur edhe mund të arrihet? Pas ndërhyrjeve në teren, ndërhyrjeve invazive, gërmimeve, në rast se do të konstatohen dhe gjenden eshtra, do të vijohet pastaj nga organet kompetente, Instituti Mjekësisë Ligjore, Policia Shkencore, të cilët mendoj që në bashkëpunim me Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur do të bëjnë të mundur identifikimin dhe ekzaminimin e rasteve. Kjo është një proces që nuk mund ta them se sa mund të zgjasë, le të shpresojmë të fillohen gërmimet, kjo është e rëndësishme. Megjithatë ju besojmë që jeni në kontakt të vazhdueshëm me familjarët, të cilët jo domosdoshmërisht mund të jenë nëna dhe babai, për sa kohë ka kaluar shumë vite dhe ndoshta mund mos të jenë më në jetë për fat keq, ama me fëmijët e tyre apo me nipër e mbesa të cilët besoj janë të interesuar për të parë ecurinë e janë shumë të interesuar, kanë shumë shpresë dhe dhimbje njëkohësisht, pasi është një plagë e hapur prej dekadash dhe ata kanë jetuar me këtë plagë, me këtë dhimbje. Por paralelisht, autoriteti i dosjeve punon edhe për të ruajtur kujtesën historike, duke zhvilluar dhe konceptuar dokumentar, duke zhvilluar aktivitete ekspozita, memoriale edhe aktivitete publike të cilat shërbejnë për zbardhjen e historive që këto të mos harrohen, por të mbeten në memorien e vendit tonë. Dhe synimi ynë është që patjetër të
identifikohen këta persona të zhdukur, të kthehen familjarve dhe të rikthehet dinjiteti munguar. Ishte një kënaqësi t'ju kishim sot në studio dhe shumë komplimenta për punën voluminoze që keni arritur. Faleminderit, kënaqësi ishte imja dhe ju falenderoj shumë për mbështetjen. Faleminderit edhe juve dhe ju përgëzojmë edhe një herë për punën sepse është shumë e rëndësishme për te gjetjeve të cilat mund të jenë historike, por nga ana tjetër nga ana njerëzore siç edhe e tham. Ne do shkojmë tani në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak do të flasim për politikë. Shumë